Të dashur shqiptar, më datën 14 shkurt të vitit 2025, një person bën një postim në Facebook, në rrjetet sociale, dhe deklaron që Neritan Ceka dhe një arkeolog tjetër, Skënder Anamali, kanë votuar në revistën Iliria në vitin 1987 listën e qytetarëve i lirë në qytetin Byllis. Dhe ndërmjet këtyre qytetarëve është qytetari Glaukias. Pse është ky emër kaq i rëndësishëm? Ky ka qenë mbreti i Taolantëve, të ilirëve Taolant, të dashur shqiptar, i cili ka luftuar kundër trupave maqedone të Aleksandrit të Madh. Dhe është mundur. Aleksandri i Madh pastaj merr të gjithë trupat e tij si mercenar dhe niset për në Persi dhe mund atje mbretin e Persisë. Dhe kjo është regjistruar në dokumentat maqedone, që ka marrë të gjithë trupat ilire të mundura si mercenar, kanë vdekur ilirët kot. E kuptoni apo jo? Jo vetëm që ka pushtuar Ilirin, Aleksandri ka marrë si Niçerët në Turqi, ka marrë bijtë e ilirëve, djemt, lulen e rinis, dhe ata kanë lënë kockat në Persi për Aleksandrin e Madh. Pra kanë qenë thjesht robër lufta. Të gjitha vendet të pushtuara nga Aleksandri i Madh në Shqipëri kanë marrë toponime greke, që ta dini, nuk janë shqiptare. Mirë po Glaukias, që ishte kundërshtari i Aleksandrit të Madh, ka një emër shumë të çuditshëm. Çdo thot Glaukias, është gjetur, ta shikojmë bashkë se ç'kuptim ka emri Glaukias. Të dashur shqiptar, mos botoni asgjë në internet sepse do lini gjurmë atje, dhe çdo gjë që thoni ju regjistrohet. Absolutisht çdo gjë. Prandaj, Neritan Ceka nuk e kishte idenë që do linte një ditë interneti, dhe ai nxjerr një revistë, Iliria, dhe atje boton listën e qytetarëve i lirë, gjoja, në qytetin e Byllisit. Por ai thotë që këta janë emra i lirë me shkronja greke. E tani do ta shikojmë se çfarë do thotë emri Glaukias në ilirisht. Këtu është lista e plot e botuar në revistën Iliria dhe është e shënuar emri Glaukias. Ky është emri gjithashtu i mbretit i lirë të Taulantëve, por është dhe emri i qytetarit Glaukias në Byllis. Tani emri Glaukias, të dashur shqiptar, është huazuar në greqisht nga latinishtja. Është e sigurt. Ky huazim ka ndodhur në shekullin e 5 para erës sonë. Dhe në latinisht ka qenë një emër femëror, ka qenë emri i familjeve romake Glaukia. Për herë të parë, ky është regjistruar si emër i fisit Gaius Servilius Glaukia. Është emër romak. Dhe merret ky emër pra në greqisht dhe lakohet emërore Glaukias, gjinore Glaukiu, dhanore Glaukiai, kallëzore Glaukian dhe thirrore Glaukia. Pra nuk është emër shqiptar, është emër grek nga latinishtja. Por ky emër ka një origjinë akoma më të lashtë. Emri latin Glaukia, që është emër femëror, vjen nga mbiemri në greqisht Glaukos, që ka kuptimin me ngjyrë blu të errët në ngjyrë gri. Ky emër përdoret për bimën e ullirit me gjethe ngjyrë gri të hirta, përdoret gjithashtu për emrin e kukuvajkës. Kështu quhet Glauks në gjuhën helene. Pra, Glaukia është emër femëror në latinisht dhe vjen nga mbiemri në gjinin mashkullore Glaukos, me ngjyrë blu në të gjelbër. Pra, në latinisht emërore Glaukia, gjinore Glaukiae, dhanore Glaukiae, kallëzore Glaukiam, rrjedhore Glaukia dhe thirrore Glaukia. Glaukia vjen nga mbiemri Glaukus, në latinisht që është huazim i drejt për drejt i helenishtes Glaukos. Pra këto janë fazat që ka kaluar ky emër. Është në fillim mbiemër,
kalon në latinisht si mbiemër, bëhet emër në gjinin femërore dhe pastaj bëhet emër në gjinin mashkullore Glaukias. Këto janë 4 shkallët e zhvillimit të këtij emri në gjuhën latine që pastaj u huazua në greqisht. Pra ky emër është grek. Përsëri, nuk është emër i lirë, absolutisht fare. Tani kjo nuk do të thotë ndonjë gjë. Ne mbajmë emra grek, emra latin edhe sot e kësaj dite. Kjo ne nuk na bën grek, por mënyra se si Glaukias e ka shqiptuar këtë emër nuk është siç e thot Neritan Ceka Glauku, por është Glaukias. Pra në qoftë se doni që ta shqipëroni, në gjuhën shqipe do të ishte Glaukiasi. Nuk mund t'ja heqësh ti mbaresën e latinishtes të dashur shqiptar. Tani, unë me ndihmën e inteligjencës kompjuterike e kam zbuluar origjinën e këtij emri dhe vjen nga glaukion, ka kuptimin i ëmbël. Kjo gjendet edhe në gjuhën latine. Deukos i thon pikërisht mushtit. Deukes gjithashtu i thon diçka e të ëmbël. Në gjuhën latine kjo është dulcis, ëmbël, e dashur, dhe nga kuptimi i verës, pastaj mori kuptimin e detit, e lëngut me këtë ngjyrë dhe pastaj u përhap në gjuhën e Homerit. Pra kjo është origjina e fjalës Glaukia sipas studimit tim. Për herë të parë, kjo është përdorur pra në gjuhën latine Glaukia dhe pastaj ka hyrë edhe një herë në helenisht Glaukias. A shikoni sa bukur? Pra Neritan Cekës nuk ja merrte mendja kur që do lindte interneti. Askush se dinte, në vitin 1987. Revista që boton ai është Iliria me L. Në fakt emri i Ilirisë është Illyria dhe është emri i Danubit. Në gjuhën helene kjo ishte Histria. Iliria është emri i Danubit në gjuhët kelte, nuk është shqip fare, edhe në gjuhët gjermanike. Ky është emri i Ilirisë. Nuk ka të bëjë me etnin, është emri i Danubit. Banorët pranë Danubit quheshin Ilir. Dhe banorët Taulant mbanin emra helen që të gjithë. Banorët e Byllisit mbanin emrat helen, të shkruara. Jo thjesht pse ishin shkronjat greke, mund t'i bëjmë me shkronja latine, prap kanë kuptim në greqisht. Glaukias vjen nga glaukos, do të thotë ngjyrë blu në të errët afër ngjyrës gri të përhime. Për herë të parë është gjetur në poemën e Homerit. Nuk ka kuptim në shqip, nuk lidhet fare me gjuhën shqipe. Por edhe sikur të mos lidhej, mënyra se si shqiptuar Glaukias nga mbreti Taulandëve është sipas greqishtes, jo sipas shqipes. Pra kur Neritan Ceka e kthen këtë në Glauku në shqip, e ka shqipruar këtë emër. Pra, po të marrësh ti emrin e Japonisë, Japonia në shqip, kjo nuk e bën këtë emër shqiptar. Po të marrësh emrin Anglia, nuk e bën ti emër shqiptar, e ke shqipruar si emër. Këtë që ka bërë Neritan Ceka, ka marrë emra grek dhe i ka shqipruar dhe thot janë emra shqiptar. Askush se beson Neritan Cekën as vajza e tij. E kuptoni apo jo? Thjesht s'duan t'ia prishin qefin. Mi po, ne shqiptarës duam t'ia prishim qefin babait, nënës, motrës, vëllait, dhe janë bërë të gjithë kështu, pellazg. Çdo gjë helene e marrim ne dhe e shqipërojmë, e kthejmë në pellazgji. Dhe vetë fjala pellazg s'ka kuptim në shqip, është gjetur si emër vetëm në Greqi, në Peloponez, në Thesali. Asnjëherë s'është quajtur Epiri pellazgji, dhe aq më pak pjesa e sipërme, Iliria nuk është quajtur asnjëherë. Kur nuk është quajtur pellazgji në asnjë dokument. Dhe tani të vim tek pika e fundit. Unë nuk e kuptoja përse profesorët holandez në leksionet e tyre thonë që shqiptarët mbarojnë kufin e tyre pranë thethit. Unë kujtoja se thethi ishte vendlindja e shqiptarëve. Jo, ata doni thoni që kufiri i Shqipërisë është pranë thethit i ilirëve, sepse kështu është në hartat romake.
Ilirët janë mbi malin e zi, janë në Dalmaci. Ati janë ilirët. Të dashur shqiptar, taulantët quheshin si një fis pushtues i lirë në dokumentat e Maqedonëve. Mi po taulantët përdorin emra grek kudo. Emrat e qyteteve të tyre janë në greqisht. Monedhat e ilirëve janë të gjitha në greqisht. Koinon skodrinon, koinon lisiatan. Janë të shkruara në greqisht të pastër. Është numri shumës i fjalës koine, që kërkon që edhe emri i qytetit të dalë në numrin shumës në gjinore. Kjo është vetëm në greqisht, e kuptoni apo jo? Ti mund ta shkruash me shkronjë romake, po prapë është emër grek. Është gjinoria e greqishtes. Ashtu siç e shkodrave, gjinoria shumës e shqipes, ti mund ta shkruash me shkronja greke, por është shqipe. E kuptoni apo jo? Nuk ka rëndësi se me çfarë shkronjash ti e shkruan emrin e shkodrave. Por nëse është shkodrinon, është emër grek. Nëse është lisiatan, është emër grek. Nëse është epiriotan në monedha, për epirin, epiriotët, është gjinoria shumës në greqisht. Moloson, për molosët, gjinoria shumës në greqisht. E kuptoni apo jo? Dimalatan në dimale është gjinoria në greqisht, koine. Nuk është fjala dimale, dy male të shqipes, por dimallon, që i thon dy fijet e leshit, dy vrimat e leshit, është sharje greke për ilirët. Por ilirët gjithashtu flisin pra dialekte helene, shkruanin me emra grek, s'ka rëndësi se çfarë shkronjash përdorin ata. Pra mund të shkruani me shkronja latine, por emrat janë në greqisht. Dimallon do thot dy fije leshi në greqisht, jo dy male në shqip. Lisiatan do thot lezhian në numrin shumës. Banorët e qytetit Lisos, gur i lëmuar në greqisht. Dyrachion, shkëmbi keq në greqisht. Aulon, ngushtic, gryk, lumi, shtrat lumi në greqisht, Vlora. Saranda do thot 40 shenjtorët në greqisht. Çdo gjë është komplet emër grek, nuk ke asnjë emër shqiptar, për fat keq. Ti shkruaje me shkronja po deshe kineze, shkronja sumere, shkronja akadiane, çfarë duash ti? Këto janë fjalë greke. S'ka rëndësi se me çfarë shkronjash ti shkruan. Pra Neritanse i ka shqipëruar emrat grek dhe thonë janë emra shqiptar. Këtë ka bërë. E kë ka gënjur ai, veten e tij ka gënjur. Nuk ja merrte mendja që një ditë do dilte interneti, do dilte një shqiptar i zgjuar do i thoshte çfarë bën Neritan? Kujt ja thua këto pralla ti? Ju faleminderit për vëmendjen dhe e kuptua tash ç'do thot Pellazg. Është turp ti thuash vetes Pellazg, është gjë shumë e shëmtuar. Do t'ju vi turp mbas këtij filmi ta quani veten Pellazg, por do vi turp ta quani edhe veten Ilir, sepse Ilir do thot banor i Danubit, shumë larg nga Shqipëria, në Danub. Atëherë nëse ti je banor i Danubit, thot greku sot, mi jep ato qytetet e mia në greqisht ti, mi jep një çik, po i merr greku. Sepse ka marr, duke qenë se peshku qelbet nga koka, e ka qelbur greku kishën ortodokse, e ka qelbur greku presidencën e Shqipërisë, e ka qelbur greku Partinë Socialiste, e ka qelbur greku Partinë Demokratike. Ju ka qelbur greku. Çdo 5 biznese, 4 janë greke në Shqipëri. 1 milion shqiptar e quajnë veten grek, megjithëse janë shqiptar. Ju vjen turp të quajnë veten shqiptar, kanë ndruar dhe emrat. Pra, ne na ka qelbur greku komplet, s'ka nevojë të na pushtoj fare. Thoni vetes ju Pellazg, vazhdoni ju akoma. Mos ndalni ju. Vazhdoni atë udhëtimin tuaj drejt Asgjëkundit. E kuptoni apo jo? Greqia ju ka bërë 8-2, ju ka thënë që rruga për në Europë kalon nga Athina. Ju faleminderit të dashur Pellazg, mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ha, ndjeni veten krenare tani. Glaukias, do të thot ngjyrë blu e erët e përhime në greqisht. Është monedha e Athinës, me kukuvajkën. Shqiptarët i thonë kukuvajka, kukumjaçka,
Kjo është ku, zërat e natyrës, zërat e shqiptarit, zërat e kukumjaçkës. Mirupafshin kukumjaçka.